Përshëndetje nga ProLingua Center. Së bashku në këtë video ne do të mësojmë rregullat kryesore se si të lexojmë në gjuhën gjermane. Kemi vendosur 3 kolona. Në kolonën e parë si shkruhet, në kolonën e dytë si lexohet dhe në kolonën e tretë një shembull. Fillojmë me një herë. Kemi zanoren A me 2 pika, të cilën në gjuhën gjermane e lexojmë E. Dhe shembulli që kemi dhënë është Käse, djathi. Kombinimi i dy zanoreve, A me 2 pika dhe U. Në gjuhën gjermane e lexojmë oj. Shembulli, Häuser, shtëpit. Duhet të keni parasysh se tek shembujt që ne i lexojmë, i referohemi atij rregulli që i themi pak më përpara. Pastaj do na dalin edhe rregullat e tjera, të cilat deri në fund të videos do i kemi të gjitha dhe do i kuptojmë të gjitha. Kombinimi i dy bashkëtingëlloreve C dhe H e lexojmë H. Das Buch, libri. Kombinimi i bashkëtingëlloreve C, H, S e lexojmë ks. Shembulli, sechs, numri 6. Kombinimi i dy bashkëtingëlloreve C, K e lexojmë si K. Shembulli, Bäckerei, furbuke. Kombinimi i dy zanoreve E, I e lexojmë aj. Seite, faqe, libri. Kombinimi i dy zanoreve E dhe U e lexojmë oj. Shembulli, heute, sot. Kombinimi i dy zanoreve të tjera I, E, në këtë rast thjesht zgjasim zanorin I. Pra I e zgjatur lexohet sieben. Dhe i referohet numrit 7. Kur fjala mbaron me këto dy shkronja, erë, pra në fund të fjalës gjenden dy shkronjat erë, e lexojmë si A hundore. Shembulli na sqaron më mirë. Buta, pra nuk e lexojmë buter, po buta, gjalpi. Kur fjala na mbaron me dy shkronjat ig, e lexojmë ich. Shembulli, billig, I ose e lirë. Kur kemi dy L, e lexojmë si një L e vetme dhe përsëri kemi shembullin që lexuam pak më përpara, pra kemi dy rregulla këtu. Dy L lexohen si një e vetme dhe në këtë rast IG-ja, që është në fund të fjalës, lexohet ich dhe prandaj do shqiptojmë fjalën billig. Në rastin kur kemi bën me bisht të gjatë, që do thot 2S, pra është e barabartë me 2S. Mund ta gjeni të shkruar me b me bisht, mund ta gjeni të shkruar edhe me 2S. Kjo shqiptohet si një S e vetme. Shembulli, Straße, rrugë. Oja me 2 pika, zanorja O me 2 pika në gjuhën gjermane lexohet E. Shembulli, hören, dëgjoj. Kur kemi kombinimin e dy bashkëtingëlloreve P, H, e lexojmë F. Shembulli, alfabeti. Q, uja, e lexojmë Q. Shembulli, bequem, I ose rehatshme. Kombinimi I, S, C, H, e lexojmë si sh. Shembulli, schön, I ose e bukur. Kombinimi i dy bashkëtingëlloreve S, P, e lexojmë shp, Sprache, gjuhë. Kombinimi i dy bashkëtingëlloreve S, T, e lexojmë sht. Shembulli, shtelle, pozicion pune. Kalojmë tek rregullat e tjera. Nëse tek fjala ndodhet ky bashkim bashkëtingëllorësh dhe zanoresh kion, ne do e lexojmë cion. Shembulli, informacion. Kombinimi I T, S, C, H lexohet si një ç e vetme dhe kemi shembullin Deutsch, gjermanisht Deutschland,
që kemi dëgjuar disa herë, Deutschland, Gjermani. Thëja nuk shqiptohet në gjuhën gjermane. Ajo do shqiptohet vetëm si të. Prandaj kemi shembullin teatr, teatr. Uja me 2 pika lexohet y. Shembulli Übung, Übung, ushtrim. V-ën e lexojmë si th. Vier, vier. Numri 4. Por v-ën gjithashtu mund ta lexojmë si v, nëse është fjalë e huazuar nga një gjuhë tjetër. Vase, vase, vazo. W-ën e lexojmë v. Shembulli Wasser, Wasser. Te kjo fjalë kemi 3 rregulla. W-ja, e cila lexohet v, 2 s-t që lexohen si një s e vetme dhe r-ja në fund të fjalës që lexohet si a. Prandaj e shqiptojmë Wasser, Wasser, ujë. Z-n e shqiptojmë ks, tekst, tekst. Ndërsa shkronjën z e shqiptojmë me c, cin, cin, numri 10. Kalojmë tek rregullat e 2 bashkëtingëlloreve si h-ja dhe s-ja, të cilat lexohen ndryshe në fjalë. H-ja shqiptohet dhe lexohet si h në rast kur është në fillim të fjalës, siç e kemi të shembulli hajse, hajse. Pra, me që h-ja është në fillim të fjalës, ne e shqiptojmë. Folja hajse do thotë quhem. Hën, shkronjën h, nuk e shqiptojmë kur është në mes dhe në fund të fjalës. Shembulli sehr, pra shkruhet s-e-h-r, por e shqiptojmë hën, nuk e shqiptojmë, por thjesht e zgjasim en që ka para. Sehr, sehr, shumë. Edhe shkronja s ka 2 mënyra të lexuarit. Ajo lexohet si s kur është në fund të fjalës, aus. Për shembull, ich komme aus Albanien. Pra unë vi nga Shqipëria. Aus, nga. S-ja lexohet si z kur është në fillim dhe në mes të fjalës. Zusammen, zusammen, së bashku. Kur në fund të fjalës kemi g, e lexojmë si k. Tak, tak. Ditë. Kombinimi i 2 bashkëtingëlloreve, dt, e lexojmë si t. Shtat, shtat, qytet. Dhe kur fjala mbaron në fund me bashkëtingëlloren b, atë e lexojmë si p. Verb, verb. Tani do marrim disa shembuj si shkruhet dhe si lexohet në gjuhën gjermane. Kemi vendosur përsëri 3 kolona, si shkruhet, si lexohet dhe përkthimin. Marrim fjalën e parë, kochen, kochen, gatuaj. Ch-ja lexohet h. Haben, haben, folja kam. Në këtë rast h-ja është në fillim të fjalës, prandaj edhe e shqiptojmë. Fjala e tretë, Uhr, Uhr. H-ja nuk shqiptohet, pasi është në mes të fjalës. Dhe fjala Uhr do thot orë. Tür, tür, der. Suppe, suppe, sup. S-ja lexohet z në fillim të fjalës dhe 2 p-t, gjitha bashkëtingëllore që janë dyshe, 2 p, 2 t, 2 s, lexohet si një vetme. Dhe në këtë rast e kemi Suppe. Fjala tjetër, Zahl, Zahl, numër. Pra z-ja lexohet s, h-ja në mes të fjalës nuk shqiptohet, thjesht e zgjasim zanoren që ka para. Zahl, numër. Dhe fjala e fundit në këtë foto është Montag, Montag. Fjala mbaron me g, prandaj do lexojmë si k. Dita e hënë. Le të kalojmë tek fjalët e tjera. Folja, können, können. O-ja me 2 pika, lexohet ë, 2 n si një n e vetme, können, mundem. Fjala tjetër, möchten, möchten. O-ja me 2 pika, ë, ch-ja h, möchten, dëshiroj. Fahrgäste, Fahrgäste, udhëtar. Në këtë rast kena hën, e cila zgjat an, far,
A-ja me 2 pika, lexojmë e, Fahrgäste. Büro, Büro, zyrë. Fieber, Fieber, temperaturë. Në këtë rast kena i, e, 2 zanoret, që lexohen si i e zgjatur, dhe fjala mbaron me e, lexohet si a hundore, Fieber. Fjala tjetër është fjala Zucker. Zucker, sheqer. Kena 3 rregulla. Z-ja lexohet si c, ck-ja k dhe e r-ja në fund të fjalës si a. Zucker. Dhe fjala Schwarz, Schwarz, për ngjyrën e zezë, sch-ja sh, w-ja lexohet v dhe z-ja c. Schwarz, Schwarz. Fjala verboten, folje, verboten. Të rast kena vën të cilën e lexojmë si f. Apoteke, apoteke. Farmaci, farmacia. Th-ja nuk shqiptohet, por ajo shqiptohet si t. Fjala gesund, gesund. Kur fjala mbaron në fund me d, e lexojmë si t, i shëndetshëm, i ose e shëndetshme. Herz, Herz, zemra. Z-ja lexohet s. Shembulli tjetër, täglich, täglich. A-ja me 2 pika e, ch-ja h, täglich, për ditë. Fjala tjetër, Zeitung, Zeitung. Gazet, z-ja lexohet s, e-ja aj, Zeitung. Folja, verdienen, verdienen. 2 rregulla këtu. Fillon me v dhe lexojmë si f. Kombinimi i 2 zanoreve i e lexojmë si i e zgjatur. Verdienen, verdienen. Fitoj. Ju falenderoj që na dëgjuat dhe ju uroj suksese. Mos harroni të na bëni subscribe.